Kryeministri Edi Rama nga Korça ka bërë me dije se reforma në arsim do t'jetë më e thellë nga sa mendohet. Teksa mori pjesë në forumin qytetar, kreu i qeverista se Korça është laboratori i transformimit në çdo aspekt, por sipas tij duhet ndryshuar rruga e dijes. Investimi tek dija, ndryshe nga investimi në infrastrukturë, nuk i jep frutet vetëm më njëherë, por pa investuar siç duhet tek dija, do kemi të pamundur që të rrisim aq sa nevojitet mirëqenien, nivelin ekonomik dhe standardet sociale. Dhe unë besoj që çka ka ndodhur këtë vit ka qenë jashtëzakonisht themelore për ato që do të vazhdojë në vitin e ardhshëm dhe do të vazhdojë në vitet e tjera, sepse jemi kthyer për të operuar sistemin e arsimit në qeliz. Faktet e dalën dritë nga proceset e ndryshme brenda kantierit reformës janë realisht shumë domethënëse për të kuptuar se në çfarë katandije kemi qenë. Kryeministri Rama ka paralajmëruar një operacion të vështirë në arsim për të ndryshuar gjendjen e trashëguar nga qeverisja e kaluar. Prandaj vitin e ardhshëm ne do bëjmë një testim kombëtar për gjithë mësuesit që janë në sistem. Do ta fillojmë janarin ashtu siç jemi zotuar me zëvendësimin e gjithë atyre që s'duhet të rrinë më në sistem, sepse nuk kanë diplomë, janë jashtë profilit, nuk i përgjigjen standardeve dhe në vend tyre do të futen ata që u testuan dhe futja e tyre nuk do bëhet më sipas dëshirës drejtorit të zyrës arsimore, por do të bëhet sipas pikëve që ata kanë marrë dhe pastaj mësuesit që janë në sistem do të testohen. Qëndrimin në qytetin juglindor, kryeministri e ka shfrytzuar edhe për të vizituar një fabrikë të përpunimit të mishit, ku nënvizoi se mbështetja e qeverisë për sipërmarrje të tilla do të jetë e vazhdueshme.